Objekti i Lulishte, pjesë e Institutit të Kopshtit për Fëmijë Gëzimi Fëmijëror në Gostivar, është bërë me fasadë të re. Së bashku me fasadën janë përfshirë edhe punimet e tjera, kostoja të cilëve arrin në 65.000 euro. Gjatë promovimit të punimeve, kryetari i komunës së Gostivarit Varbon Limani u prit nga fëmijët e vegjël dhe drejtuesit e këtij institucioni. Ai me këtë rast theksoi se fasada e re do të reduktojë argjimet, pasi e njëjta ka efikasitet energjetik. Një investim diku afër 4 milion denar, investim i cili dukshëm ka përmirësuar efikasitetin energjetik të këtij objekti, domethënë edhe gjatë muajve të dimrit, por edhe gjatë muajve të verës. Janë bërë edhe punime të tjera në pjesën e jashtme të objektit, gjithë kjo në bashkëpunim me Qerdhen dhe me ekipin i cili edhe prej mjeteve vetanake të Qerdhes, por pak edhe me ndihmën e komunës janë bërë gjithë këto ndryshime dhe shpresojmë se këto do të ndihmojnë në mbarvajtjen më të mirë të procesit këtu në Qerdhe. Nuk do të ndalemi këtu, biseduam me drejtoreshën edhe për projekten të ardhme, thonë do të punojmë që kushtet në të gjithë Qerdhet në komunën e Gostivarit të jenë linjitose, të jenë shumë të mira për fëmijët tanë. Kryetari Limani tha se gjatë pushimeve verore përposhtë në objektet e Qerdheve do të punohet edhe në disa shkolla fillore dhe të mesme. Nga ana tjetër, drejtoresha e Qerdheve të Gostivarit Daniela Boshkovska paralajmëroi rregullimin e oboreve në disa qerdhe. Momentalno se zapišani na čekanje 270 deca. Momentalisht këtu janë të akomoduar 290 fëmijë. Sipërfaqja e fasadës sipas dokumentacionit projektues është 1650 m2. Përpos fasadës janë përfshirë edhe punimet e tjera pasi kemi pasur edhe rregullim muresh për hyrjet, të cilat nuk shfrytëzoheshin. Tani fëmijët mund të dalin nga çdo klasë dhe direkt janë në obor. Së bashku me pushtetin lokal, kemi në plan edhe rregullimin e oboreve në periudhën verore, derisa nuk kemi shumë fëmijë, që pastaj në shtator ata të jenë gati. Momentalisht qerdhet e Gostivarit kanë të akomoduar 970 fëmijë, ndërsa 270 prej tyre si vjet janë përcjellur për në klasë të parë. Po aq është edhe numri i fëmijëve në listën e pritjes, ndërsa periudhën në vijim pritet të rregullohen 2 hapësira të reja të Qerdhja Dielli, me çka numri i pritjeve do të reduktohen në minimum. Megjithatë, autoritetet u bën thirrje prindërve që mos e presin momentin e fundit, por të interesohen për regjistrim të fëmijëve që tani që sigurohet vend për gjithë secilin në shtator.